Mark, atëherë pse jeni sot në Moriq? Sot jena në lagjen Moriq Vuklit, për arsye se këtu janë do bë punimet e rrugës, të cilën gjej rastin të falenderoj pjesën e sipërmarrësin e kësaj firmë, janë duke vazhduar, por arsyeja e daljes kësajna është se këtu është pjesa anena, duhen koshat. Ka të bëjë kjo me peticionin që kanë bërë banorët e Moriqit? Banorët e Moriqit kanë pranu një peticion ellën këshill aty që i kalume, që ka me këshillit aty, dhe u diskutua, po nuk ishte edhe përfaqësuesit e bashkisë aty për të dhënë sqarime. Ky firma thot ne i kena bërë projektin, e kena çuar bashkisë, bashkia e ka vështirë fondin shëllimit dhe presim njëkohësisht thot 2 muaj që i kena bërë këtë. Fshatarët deri tash nuk janë dëmtuar absolutisht për asgjë. Njëkohësisht se është edhe çështja e verës tash për vera, po vjen edhe vera. Por ardha e dimnit, nëse nuk vehet dorë këtë pjesë, dhe nuk shohet, i dëmton fshatarët deri edhe te shtëpia. E dyta është që do të jetë çështja e koshave të motorinave. Këtu vinë edhe turista, këtu është të bërë mirë e shumë mirë. Edhe këtu është edhe një klub përveç shtëpive të tjera dhe kontaktume edhe me kryetarin e bashkisë që ja komunikume nga larg, edhe drejtorit të shërbimeve i cili na u përgjigj mirë, shumë mirë, që i do të bëjë shmos për të qitë edhe disa kosha këto. E treta është ka ardhur fondi i zhvillimit për 100, të cilin na gëzon gjithë vetë, që mos të ndahet se ka planë edhe herë tjera, që Vukli s'ka pas kur ndamje rrugës edhe të përgjigjet marrëdhënie me 100. Dhe kjo do të vazhdojë sipas komunikimit që po me sipërmarrësin, dhe këtu është një lagje që ka nevojë shumë për me dhënë zhvillim, pavarësisht se njerëzit kanë ikë pata, vinë edhe të kthehen. Po Marko, sa diskutuat këtu edhe me firmën, çfarë parashikohet të bëhet me pjesën tjetër anelumit? Po aty do të bëhet komplet si pjesën Kneda. Por duhet detyrimisht që me dhënë me njëherë e përgjigje bashkia deri ku ka shkua, se fondi nuk ka pas për anena, pranej edhe projektin që kanë bërë, ja kanë kërkuar, dhe tash i duhet me njëherë bashkia që të jap përgjigjen e këtina. Po atëherë pas se u interesuat edhe për burimin. Çështja e burimit ka kanë të bërë punimet dhe aty më garantoj tha shumë shpejt tha do të vetë në funksionim me të thënë të vërtetën është puni që është do bërë punë shumë e mirë, por e kanë vujt çështjen e ujit, këtu janë 20 shtëpia që marrin pjesë aty te burimi, që është me mia shekull aty burimi i ujit. Edhe nuk ka me pas problem për çështjen e burimit të ujit. Pava këto që është ngrit problemi edhe për çështjen e hecit këtu. Këtu edhe banorët e shprehin vetë nuk ka për të bërë hec këtu. As kanali këtu është vetë për funksionimin e tokave që janë toka bujqësore. Edhe bakterive që kanë. Nuk do të bëhen asnjë lloj punimet për çështjen e këtyre porës që bëjnë fshatarët vetë. Gjaj rastin t'ju falenderoj edhe ju për këtë kërnik që keni marrë vënimin e keni dalë dhe t'ja bëjnë ditën zgjedhje. Faleminderit. Faleminderit.